Dy vdekje, dy realitete, kur shoqëria zgjedh të kthejë shpinën. Në mes të lavdërimeve dhe heshtjeve, fëmijët tanë mbeten të padëgjuar. Kur Pap Francisku ndahet nga jeta, bota ndalon. Politikanët nxitojnë të postojnë fotot e tyre me të, heshtjet publike bëhen spektakël, dhe mediat përshëndetin njëherë solidaritetit të rrem. Po çfarë ndodh kur një fëmijë 17 vjeçar në Gjirokastër i jep fund jetës në heshtje? Asgjë. Vetëm një heshtje e rëndë, e mbushur me turp dhe indiferencë. Pap Francisku dhe 17 vjeçari, një kontrast që të copton zemrën. Papës i kushtohen minuta heshtjeje, kapelet hiqen si shenjë nderimi dhe fjalët legjend, shenjtëri, humanizëm përsëriten derisa bëhen të zbrasta. Por kur një adoleshent i vetmuar, i mbytur në izolim dhe dhimbje psikologjike, vendos të largohet përgjithmonë, asnjë kryeministër nuk heq kapelen. Asnjë mesazh publik nuk rrëzon rrjetet sociale. Vetëm një postim i heshtur në faqen e komunës, anulohen aktivitetet elektorale për një ditë. Si të ishte vdekja e tij një shënjestër e rëndësishme por e padëshiruar, që duhet fshehur menjëherë nën qilimat e shtëpisë. Fëmijët e braktisur, pasuria më e madhe e një vendi që vdes në vetmi. 17 vjeçari nuk ishte thjesht një statistik. Ai ishte pasojë e një sistemi të thyer. Prindër të larguar nga emigrimi, që punojnë në anije greke ose në ndërtesa italiane, duke lënë fëmijët të rriten me lodh dhe telefonata të rralla. Shkolla pa psikolog, ku mësuesit nuk dallojnë një krizë depresioni nga të qenit i trishtuar. Një shoqëri ku ilaçet qetësuese shiten si ëmbëlsira, ndërsa fjalët psikologjik dhe terapi janë fyerje. Dhe kur një fëmijë paralajmëron vdekjen, duke u shprehur në shënime, duke u lutur për ndjes, askush nuk dëgjon. Sepse ne jemi të zënë të ndajmë fotot me kapele, të debatojmë politika boshe dhe të mashtrojmë veten se fëmijët janë të fortë. Prindër, ky është alarmi juaj. Ju që mbani telefonin në dorë për të postuar vërejpë për papën, apo për të ofenduar njëri tjetrin në Facebook për partitë, kthejeni kamerën drejt fëmijëve tuaj. Pyetni një herë, a je mirë? Jo me atë tonin e nxituar kur vendosni të flisni seriozisht, por me vërtet. Fëmijët nuk kanë nevojë për mitingje, por për praninë tuaj. Ata nuk duan të shohin postimet tuaja në Instagram, por të ndjejnë se dikush i dëgjon. Qeveria është në orbit, por ne jemi këtu në tokë. Ndërsa pushteti lufton për të mbuluar sheshet me flamuj dhe premtime, realiteti është një brez i tërë fëmijësh që po mbyten në veti. Psikologët e shkollave janë një luks, terapia është tabu, dhe çdo fjalë për shpirtrat e lënduara përfundon në të njëjtën frazë, mos e bëj të madh, kalon me kohë. Por nuk kalon. Vdekjet vijnë 2 nga 2, si në Gjirokastër, ku edhe një klas tjetër tani mbetet me një karrige boshe. Jo thjesht një artikull, por një ulërim. Kjo nuk është thirrje për të qarë, por për të vepruar. Në vend që të ndajmë lajme për papën, të ndajmë numrin e telefonit të psikologut shkollor. Në vend që të kërkojmë minuta heshtjeje, të kërkojmë buxhte për shëndetin mendor. Dhe mbi të gjitha, të kujtojmë se çdo fëmijë që vdes në vetmi është një dënim për të gjithë ne. Fjalët e fundit i lë 17 vjeçarit. Më falni për shqetësimet. Por ne, si shoqëri, nuk kemi asgjë për të kërkuar falje. Ne kemi për të turpëruar.